Sa po i shohim portalet mediat, bilim edhe një kolegë imi njofton ka ora 5 mos ditë, dhe shikoj portalet se po flitet për një email timin, dita që janë të përgatit në një rast në i kur të reja, edhe të hanën në punë, kërkoj zyrtarisht nga koordinatorja e qendrës regjistrimit Prishtinë me ma kompletu rastin, këtë dosjen, sepse këta dosjet, kopjet e pasaporta ato nuk mi kanë thonë, komplet, e lypi dosjen, edhe i shkruj reagim ministrit Bajram Reciepi, ju thomë që unë nuk jem të shantazhu, dikush brenda ministrisë qëllimisht e ka rrjedhë emailin, edhe kanë thonë që Iluani Ismaili po të shantazhon. Kështu që unë kërkoj edhe jetin brendshëm të marrim vesh kush po na i bën këtu. Atë pavarësisht që nuk kam ndonjë pëlqim për ministrin Bajram Reciepi. Apo kupton, mirë po është e pa drejt dikush më thirr në emën tim, prandaj i kam bërë reagim. Ministri Bajram Reciepi i autorizon hetimet. Gjatë hetimeve, ky tash ish sekretari permanent i thirr policistus zyrën e tij dhe decidivisht ju thotë shkon e arreston Iluani Ismailin. Dhe këta zyrtar policorë tonë policisë Kosovës i thonë zotnimës na kallëzot ti çush i kryjm na hetimet. Apo kupton? Pse me të arrestu ku ish? Çfarë vepre kishe bën me u arrestu? Gjoja pse kom qitu në emailin media dhe pse pja bëj Bajram Reciepi këto. Edhe në reagimin tim Bajram Reciepi. Edhe me pasqit. Edhe me pasqit, unë e kom di që në atë kohë 2009 Bajram Reciepi s'ka qenë ministër, kështu që unë e kom di që është një farkurthe që po m'bëhet mu, edhe... Do me thonë këto pasaporta e lëshu në kohën kur Bajram Reciepi nuk ka qenë ministër, apo? Ashtu. Që t'jemi të kjo. Në maj 2009... Mirë, e pastaj policia nuk u morë fare me falsifikimin e këtyre dokumentave? Policia i ka kryer hetimet e tyre, nuk e di pse edhe ky ashtu hesht, në çfarë përfundimi kanë arrit, mirë po këta më shumë janë mirë me emailin tim se sa me kush ja ka mundsu këtë në mu pajis, edhe kush i ka falsifikuar datat më lejmë. Se ky është një rast specifik sepse pasaportat janë lëshuar në maj 2009-s, ndërsa siç përshëtit në formën e aplikimit në qendër të regjistrimit në MPB, është aplikimi i mëvonshëm, është qershor. Një muaj më vonë. Një muaj më vonë, 2009. Pastaj kur e kanë marrë vesh që e kanë bë gabim, kanë hi me dorë, domethënë me laps kemik i kanë përmirësuar datat, ku i bëjnë 0705. Domethënë kanë 2-3 vepra me një vepër. Një pajis shtetë asistent Kosovës, nuk ju ka taku shtetësia, është prodhu pasaporta para vaktit, aplikimi bërë retroaktiv, edhe veprën e funit e kanë antidatim që i hinë me dorë i falsifikojnë. Falsifikim dokumentash.